Presidenti i Republikës Bajram Begaj mori pjesë në meshën e shenjtë në nderim të Papa Franceskut e mbajtur përpara bazilikës së Shën Pjetrit në Vatikan. Ai u bashkua ceremonisë krahas udhëheqësve botror së bashku me delegacionin shtetëror të kryesuar nga ministri i jashtëm Igli Hasani, ajo e shtetit për administratën publike Adea Pirdeni dhe ambasadorja e Shqipërisë në selinë e shenjtë Majlinda Frangaj. Në respekt të ditës së Zisë të shpallur nga qeveria shqiptare për atin e shenjtë, flamuri kombëtar është vendosur në gjysmështiz gjatë të shtunës në institucionin e presidentit dhe të gjitha institucionet shtetërore. Ndërkohë në mesazhin e tij, presidenti Begaj dhe kryeministri Edi Rama në rrjetet sociale nderojnë këtë ditë, ndërsa kujtojnë misionin që ati shenjtë pati gjatë drejtimit të Kishës Katolike Botrore. Lam të mirë Papa Francesku, Papa që zgjodhi Shqipërinë si vendin e parë evropian për ta vizituar me 21 shtator 2014, shpalli shenjtë Nën Terezën me 4 shtator të vitit 2016, nënshkroi dekretin për lumnimin e 38 martirëve të parë shqiptar të komunizmit me 5 nëntor të po atij viti, duke shtuar edhe 2 të tjerë me 16 nëntor të vitit 2024, si dhe ngriti dioqezën e Prishtinës dhe të Prizrenit. Dhe duke ndëruar në këtë ditë zije kombëtare, jo vetëm një pap të jashtëzakonshëm, por edhe një mik të jashtëzakonshëm të Shqipërisë, Franceskun, atin e shenjtë, ju uroj të gjithëve një të shtunë të qetë me familjet tuaja. Papa Francesku e vizitoi Shqipërinë në shtatorin e vitit 2014, një ngjarje e rëndësishme për vendin, ndërsa me 4 shtator 2016 shpalli shenjtore Nën Terezën. Në po të njëjtin vit me 5 nëntor, Papa Francesku nënshkroi dekretin për lumnimin e 38 martirëve të parë shqiptar të komunizmit, ndërsa me 16 nëntor 2024 shtoi edhe 2 martirë të tjerë në këtë listë. Vetë presidenti Begaj është pritur në 2 audienca të veçanta në selinë e shenjtë. Takimi i parë në dhjetorin e vitit 2022, disa muaj pas se ai kishte marrë detyrën si kreu i shtetit, ndërsa takimi i dytë u mbajt në maj të vitit kaluar në selinë e shenjtë.